fjalën e saj tek Komuniteti Politik Evropian. Ne në ndërkohë jemi duke u përgatitur shumë intensivisht për summitin e Komunitetit Politik Evropian, që do të bëhet në Tiranë në datën 16 maj, ku do vinë të gjithë udhëheqësit e kontinentit, kam parasysh kontinentin demokratik evropian, që nga Britania tek Azerbajxhani, që nga Suedia tek Turqia, për të trajtuar temat e këtij summitit radhës. Dhe kjo është diçka jashtëzakonshme për Shqipërinë, edhe është diçka jashtëzakonshme për rajonin. Dhe natyrisht ka një arsye pse ndodh në Shqipëri. Unë besoj që është një vlerësim shumë i madh, por njëkohësisht është dhe i përgjegjësi shumë e madhe për ne si aktor këtu në këtë rajon që është gjithmonë i rëndësishëm për BE-n. Së dyti duhet ta them që përpara konferencës nënshkrimi që u bë është pjesë e një programi masiv investimesh në infrastrukturën e kurridore. Dhe kjo është dhe arsyeja pse ky 5 vjeçar që na ndan nga mbyllja e kësaj dekade do të jetë njëkohësisht edhe një 5 vjeçar ku do të kthehen hekurullat në Shqipëri, kuptohet në një nivel tjetër nga çfarë ishin, dhe kjo është një nga shumë arsyet për të jo vetëm besuar, por edhe për të luftuar që ne të antarësohemi në Bashkimin Evropian, sepse fal kësaj marrëdhënie ne jemi në gjendje sot të kryejmë një sër investimesh që përndryshe do ishin të pamundura për ne. Dhe e fundit, natyrisht Bashkimi Evropian nuk është thjesht çështje investimesh, madje për ne, për historinë tonë, për mënyrën se si ne e kemi kërkuar Europën, në radh parë është një çështje lirie, është një çështje të drejtash individuale, është një çështje barazie para ligjit. Ne nuk kemi pas asnjëherë barazim para ligjit. Dhe sot, vetëm në këto vitet fundit, ne jemi duke bërë një ushtrim të panjohur më parë për shtetin, për popullin ton, ushtrimin për të pasur barazi para ligjit, falë reformës në drejtësi. Dhe përsëris që nga 1912, kur ne kemi shpallur shtetin e pavarur nga Perandoria, ne nuk kemi pasur asnjë rast ku një person i veshur me pushtet politik të jetë hetuar dhe gjykuar në mënyrë të pavarur. Kemi kaluar nga mbretëria në diktaturën komuniste, nga diktatura komuniste në tranzicionin demokratik, por nuk kemi pasur asnjëherë një hetim dhe një gjykim të pavarur, dhe nuk e kemi njohur çfarë është barazia para ligjit. Sot jemi duke vendosur pikërisht themelet e barazisë para ligjit. Dhe ne na duhet hyrja në Bashkimin Evropian në radh parë për këtë, që barazia para ligjit të jetë e pakthyeshme. Që barazia para ligjit mos varet nga vullneti i një qeverie apo një qeverie tjetër, nga vullneti i një kryeministri apo një kryeministri tjetër, por të jetë një normë e pa negociueshme dhe e pa shkelshme nga askush më. Dhe nëse ne bëhemi antarë të kësaj familje, kjo është e garantuar. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe për ne. Dhe natyrisht, nëse jemi duke përjetuar këtë moment historik, kjo lidhet me vullnetin e kësaj shumice që qeverisë sot vendin, që udhëhoqi reformën drejtësi, dhe me mbështetjen e pa kufishme të Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Kështu që
e parë në perspektivën historike dhe e parë me sytë e të ardhmes, unë nuk jam i kënaqur, unë jam krenar shumë për ta. Jam shumë krenar sepse ky është një nga ato gur themele që mund t'i mbuloj llumi i kënetës së politikës përditshme, por historia i kujton dhe i mban parasysh si momente të shtetbërjes.